Është vetë dorëzuar në policinë e Durrësit kryebashkiaku i Rogozhinës Edison Memolla, ky i fundit u vetë dorëzua para autoriteteve vetëm pak orë pasi gjykata e apelit të posaçëm e dënoi me 1 vit burgim pasi u gjet fajtor për korrupsion në zgjedhjet e pjesëshme të vitit 2022. Gjithashtu, në vendimin e shpallur nga apeli i posaçëm, kryebashkiaku u dënua edhe me 5 vjet dënim plotësues për të mos u përfshirë në funksione publike. Blerin Çamani dhe Ndriçim Tavxhafa u dënuan me 1 vit burg, ndërsa Isuf Toskut ju konvertua dënimin në shërbim prove. Sipas hetimit të prokurorit Edvin Kondili, kryebashkiaku Memolla ndërhyri te punojësit e OSHE që të mos ndërpritej energjia elektrike në këmbim të votave për zgjedhjet që u mbajtën më 6 mars 2022. Memolla nuk ishte i pranishëm në seancë, ndërsa vendimi i apelit të posaçëm ishte i formës së prerë dhe i zbatueshëm nga policia për të arrestuar, nëse kryebashkiaku socialist nuk do të ishte vetë dorëzuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.